Në thellësitë e një arkivi shtetëror të mbrojtur me dyfek, ndërmjet dosjes me numër klasifikimi NJP-186, paqen një dokument që asnjë shqiptar nuk doje ta shihte kurrë. Kontrata numër 1, e nënshkruar me shkronja që dridheshin, me një penë që nuk ishte vendosur në atë letër me vullnetin e lirë, kjo copë letre, e vullosur me vullën e kuqe të Komitetit Qendror, nuk ishte thjesht një marrëveshje punësimi, ishte një akt robërie. Ishte certifikata e zotërimit të një shpirti, e një zemre, e një jete të tërë. Vaçe Zella, zonja që me zërin e saj bëri të qante dhe të këndonte një kom të tërë, kishte firmosur atë dokument në moshën 25 vjeç, pa e ditur se po shisnin jo vetëm veten, por edhe fëmijët që ende nuk I kishte lindur. Letra ishte shkruar në gjuhë ligjore të ftohtë, por ndërmjet rreshtave lecohej diçka tjetër. Lecohej frika, lecohej shantazi. Leksohej një zotërim absolut mbi trupin, zërin dhe ëndrat e një gruaje, që për publikun ishte ylberi I lumturisë socialiste. Dhe çfarë fshihej saktësisht në ato paragrafe? Çfarë I dhanë të firmos atë ditë kur e thirrën në zyrat e errta të Ministrisë së Kulturës me gardina të mbyllura dhe telefona që regjistronin çdo frymëmarrje? Neni I pestë I asaj kontrate shtetërore kishte një formulim që do ta bënte çdo jurist perëndimor të shtangej nga tmerri. Artistja pranon se çdo shfaqje publike, çdo regjistrim fonik, çdo dalje jashtë vendit, çdo letër drejtuar publikut, çdo intervistë për shtyp, çdo takim privat me të huaj, çdo vizitë mjekësore, çdo udhëtim në qytete të tjera, çdo ndryshim vendbanimi, kërkon miratimin paraprak me shkrim nga organi përkatës shtetëror. Me fjalë të tjera, ajo nuk ishte më një qenie njerëzore, ishte një instrument shtetëror. Një gramafon njerëzor që ndezej dhe fikej me urdhër partie. Por kjo nuk ishte gjithçka. Neni 7 shkonte edhe më larg në këtë kontratë djallëzore. Ai specifikonte se në rast shkelje të kushteve, masa disiplinore do të zbatohen jo vetëm ndaj artistës, por edhe ndaj antarëve të familjes së saj, duke përfshirë por pa u kufizuar në prindër, vëllezër dhe fëmijë të ardhshëm. A e kuptoni gjuhën e koduar? Kjo nuk ishte një kontratë, ishte një letër pengmarrjeje. Ata e kishin kapur Vaçen nga pika më e dobët, jo nga ambicia, jo nga llakmia, por nga dashuria për njerëzit e saj. Nëse ajo do të refuzonte të këndonte, nuk do të ndëshkoje vetëm ajo, do të ndëshkoje nëna që e kishte lindur, babai që e kishte mësuar të këndonte, vëllezërit që jetonin në fshat, dhe më e tmeshmja, fëmijët që ajo ndëronte t'i kishte një ditë. Firmosi apo jo me dëshirën e saj? A kishte zgjedhje kur dy burra me kostum të zi qëndruan pas saj, ndërsa një tjetër shtyu dokumentin përpara dhe ta vetëm një fjalë? Firmos? Ve çfarë ndodhi me atë dokument pas vitesh? Kush e fshente sot, kur arkivat supozohet të jenë hapur? Kush ka interes që kjo faqe të mos shfaqet kur në dritë? Ndoshta sepse ajo dëshmon se çdo buzëqeshje e Vaçes në skenë ishte një maskë, çdo këngë një britme e zëvendësuar, çdo shfaqje e saj madhështore një shfaqje e terrorit. Dhe kjo nuk ishte kontrata e vetme, kishte edhe të tjera, disa me numra të fshirë, disa me amendamente të shkruara me dorë nga vetë Enver Hoxha. Po, diktatori I leconte personalisht kontratat e artistëve më të mëdhenj, sepse ai e dinte diçka që publiku nuk e dinte. Zëri I Vaçes nuk ishte thjesht art, ishte mjet kontrolli, ishte mënyra si regjimi mbante shpresën gjallë të njerëzit ndërkohë që u ashtyp lirinë. Ajo këndonte për dashurinë për Adheun, ndërsa vetë nuk ishte të drejtë të vendoste ku të jetonte. Ajo këndonte për lumturinë socialiste, ndërsa në shtëpi qante deri në agjim. Ajo ishte zëri I një kombi, por goja e saj nuk I përkiste asaj. Dhe tani, gati 50 vjet më vonë, kur familja e saj kërkon të hap dosjen personale të Vaçes nga arkivat e ish-sigurimit të shtetit, ju thuhet se ajo është humbur aksidentalisht gjatë një riorganizimi. Por si mund të humbet dosja e personazhit më të famshëm të kulturës shqiptare, ndërkohë që gjenden dosje të këngëtarëve të radio lokale? Çfarë fshihet në ato faqe që dikush sot, në vitet 2020, vazhdon t'i mbrojë me çdo kusht? Kush janë trashëgimtarët e atyre që e robëruan Vaçen, dhe çfarë kanë për të humbur në qoftë se e vërteta del në dritë? Historia e Vaçe Zellës nuk është vetëm një biografi. Është rasti penal më I madh I pashpallur I kulturës shqiptare. Është historia e një gruaje që u bë statuj gjallë, që u adhurua nga miliona, por që askush nuk e pyeti ndonjëherë nëse ajo ishte e lumtur. Që u mbush me medalje, por që I veshën pranga të padukshme. Që e lirë të këndonte, por jo të heshtë. Dhe sot ne do të hapim atë dosje sekrete. Faqe pas faqeje. Të vërtet pas të vërtete. Emër pas emri. Sepse çdo njeri që këndoi me zërin e Vaçes, ka të drejtë të di se sa kushtoi ajo këngë, jo në lek, por në lot, në frikë, në jetë të vjedhur. Unë e di të vërtetën, sepse unë isha ajo që I fsia gjurmët. Kjo fjali, e thënë me zë të tyjeshëm,
vjen nga goja e një gruaje 81 vjeçare që pranoi të flasë vetëm me kusht që të mos shfaqej fytyra e saj. E quajmë dëshmiaren N. Ajo ishte grimezerja personale e Vaçes Zelës nga viti 1963 deri në vitin 1982. Gati 20 vjet në dhomën e grimerve, ku askush tjetër nuk hynte. 20 vjet duke parë çfarë fshihej pas buzëqeshjes më të famshme të Shqipërisë. Dhe 20 vjet duke mbajtur gojen mbyllur, sepse edhe një fjalë e gabuar do të thoshte jo vetëm pushimi nga puna, por diçka shumë më të keqe. Më thanë që po folla, familja ime do ta paguante. Dhe unë u besova, sepse kam parë cu të tjerëve që follën. Dëshmitarja na tregon se ajo e takoi Vaçen për herë të parë pas një koncertit madhështor në Pallatin e Kulturës. Publiku kishte bërtitur për 10 minuta pa pushim. Vaçe kishte përkullur kokën me përullsi, kishte dërguar puthje me duar, kishte qarë nga emocionet. Ishte imazhi i përsosmërisë. Por kur u mbyll perdeja dhe Vaçe hyri në dhomën e grimerve, pamja ndryshoi aq shpejt sa që dëshmitarja N mendoi se ishte vërtet një grua tjetër. Ajo uli kokën në tavolinë dhe filloi të dridhej. Nuk qante me zë, qante pa zë, si dikush që ka mësuar të mos dëgjohet. Unë po rria në kënd dhe nuk dija çfarë të bëja. Pastaj ajo ngrit kokën dhe unë shoh. Shoh njollat e bluza në qaf, shoh gërvishtjet në krah, shoh gjakun e thatë në buzë. Dhe ajo më shikon në sy dhe thot: "Kjo nuk ka ndodhur, ti nuk e para asgjë, kuptove?" Unë tunda kokën dhe kështu filloi puna ime e vërtet. Çdo mbrëmje para shfaqjes, dëshmitarja N merr nga dollapi një palet speciale make-up i të importuar nga Berlini, Lindor. Jo për bukuri, por për mask. Unë mësova se si të fshihesh një mavjose e vjetër, se si ta fusësh njollën e verdh poq stresave të krehmerave, se si ta mbullosh një gërvishtje pa e bërë të dallohet. Ve çdo herë, ndërsa e përkëdhelja me furcën, Vaçe nuk më shikonte. Ajo shikonte pasqyrën, por nuk shikonte veten. Shikonte mbi kokën time, sikur priste që dikush të hynte nga dera. Pyetëm, kush e godiste? Dëshmitarja N hesht për një minutë të tërë. Pastaj thot: "Kjo është pyetje e gabuar. Pyetja e saktë është, kush e detyroi të martohej?" Sepse sipas saj, martesa e Vaçes nuk ishte zgjedhje, ishte vendim partie. Më thanë se u martua sepse e dashuroi, por unë kam dëgjuar biseda që ju nuk i keni dëgjuar kurrë. Kam dëgjuar gruan që flet me veten duke thënë: "Nëse nuk bëj që më thon, familja ime do të shpërnglet." Ve çfarë do të thoshte shpërngulje në atë kohë? Do të thoshte internime, do të thoshte largimi nga Tirana drejt kampeve të punës në veri, do të thoshte humbja e çdo të drejtë qytetare. Dëshmitarja na jep detaje që nuk i ka dëgjuar askush më parë. Ajo kujton një mbrëmje të dimrit të vitit 1971, pak ditë para vitit të ri. Vaçe duhet të dilte në transmetim të drejt për drejt televiziv për të kënduar një potpuri këngësh populore. Ishte një shfaqje që e shikonin mbi 100.000 shqiptar, por kur Vaçe erdhi në dhomën e grimerve, ajo mezi ecte. Ajo kishte atë shikimin e dikujt që nuk ka fjetur për ditë të tëra, dhe kur hoqi këpucët, unë pash që këmbët i ishin nëjnë si balona. I tash, zonja Vaçe, ju duhet të shkoni në spital. Ajo u kthye dhe më tha: "Nëse tregon që unë nuk jam mirë, do të thonë që jam sabotatore, dhe sabotatorët nuk kanë familje." Atëherë unë kuptova. Ajo nuk kishte frikë për veten, kishte frikë për nënën e saj në fshat, për vëllezërit që jetonin me kartë racionimi, për të gjithë ata që jetonin sepse ajo këndonte. Dhe kjo nuk ishte incidenti i vetëm. Dëshmitarja N na tregon për herë tjetër, në vitin 1977, kur Vaçe arriti në dhomën e grimerve me një fytyrë kaq të njëjtë, saqë një syri mezi hapej. Unë isha e panikuar. Brenda gjysmore, ajo duhet të dilte në skenë para 5.000 personave. Si të maskoja këtë? Përdora çdo gjë që kisha, por ajo nuk ankohet, as edhe një fjalë. Vetëm më tha: "Bëj ç'të mundësh, dhe nëse dikush pyet, thuaj që kam alergjie nga pluhuri i skenës." Pse nuk raportoi askush? Pse askush nga stafi nuk e ndihmoi? Sepse të gjithë e dinë që nëse flet, zhdukesh, jo ty, familjen tënde. Kam parë grua që janë pushuar nga puna sepse i thanë dikujt se Vaçe nuk ndihej mirë. Kam parë burra që janë internuar sepse guxuan të pyesnin pse ajo qan pas perdes. Sistemi nuk të dënonte ty, të dënonte ata që i do, dhe kjo ishte më e tmerrshme se çdo burg. Por cila ishte pjesa më e rëndë e punës së dëshmiares N? Maskat për zërin, thot ajo. Dhe kjo duket konfuze në fillim. Si mund të maskosh zërin me grim? Ajo sqaron, jo zërin, por dhimbjen që shkaktonte. Vaçe nuk e kishte zërin natyrisht kaq të fortë. Ajo i detyronte veten. Mjekët ja kishin thënë të pushonte. Ja kishin thënë që po vazhdonte kështu, do të dëmtonte kordat zanore përgjithmonë.
Por ajo nuk ishte mundësi të pushonte, sepse pushteti kishte vendosur që ajo të ishte simboli i fuqisë socialiste. Dhe simbolet nuk sëmuren, simbolet nuk lodhen, simbolet vetëm shkëlqejnë dhe mbajnë gojën mbyllur. Pra ajo këndonte edhe kur ajo kishte temperaturë, edhe kur kokën e dhemte aq shumë sa mezi qëndronte në këmbë. Po, dhe më e keqja ishte kur ajo humbiste zërin plotësisht. Kjo ndodhi 3 herë, dhe çdo herë dikush nga Ministria e Kulturës vinte dhe thoshte: "Anullohet koncerti." Jo, thoshte, "Gjej një mënyrë." Dhe mënyra ishte injeksione, kortizoni drejt për drejt në fyt, për t'i adhunuar zërin që të dilte. A ekzistojnë dokumente mjekësore që e vërtetojnë këtë? Jo më, thot dëshmitarja N. Të gjitha u dogjen. Kam qenë vetë dëshmitare e një zjarri të organizuar në bodrumin e Pallatit të Kulturës në vitin 1992. Erdhën njerëz me uniforma dhe morën të gjitha dosjet e vjetra. I dogjen në fuqë metalike. Erdhën edhe për dosjen time, për të gjithë që punonin me Vaçën. Pse? Sepse ato fletë tregonin të vërtetën. Tregonin se sa shpesh ajo trajtohej jo si artist, por si rob. Dhe tani askush nuk mund ta provoj, përveç meje. Ve atyre si unë që ende kemi frikë të flasim. Pse po flet tani, pas kaq dekadash? Sepse po vdes. Dhe nuk dua të vdes me këtë barë. Dua që bota të di se Vaçe Zela nuk ishte ajo që u shfaq. Ajo ishte një grua e robruar. Dhe ne që qëndruam rreth saj nuk ishim miq, ishim bashkëpunëtor të një krimi. Sepse heshtëm. Kush janë të tjerët që dinë dhe heshin ende? Kush janë ata që ishin në atë dom grimerësh dhe që sot rrinë në heshtje kur familja e Vaçes kërkon të vërtetën? Sa prej tyre janë gjallë dhe sa kanë vdekur me sekretin? Dhe më e rëndësishmja, a është e mundur që edhe sot në këtë qast dikush po dëgjon këtë emision dhe po dritrohet? Jo nga pendimi, por nga frika që emri i tij të përmendet. Në vitin 1978, në muajin mars, Vaçe Zela ushtrua në Spitalin Qendror Ushtarak të Tiranës. Ky nuk ishte spital publik, ishte një institucion i mbyllur, i rezervuar vetëm për elitën e partisë dhe artistët e shtetit. Askush nuk fliste për atë që ndodhte brenda mureve të tij. Pacientët hynin nga hyrja e pasme, mjekët nënshkruanin kontrata heshtjeje, dhe çdo kartë mjekësore mbahej në arkiva të veçanta që mbikëqyreshin nga sigurimi i shtetit. Vaçe Zela, që në atë kohë ishte vetëm 35 vjeçe, u diagnostikua me një gjendje që sipas normave të asaj kohe duhej të ishte e klasifikuar si sekret shteti. Çfarë kishte kjo grua që ishte aq e rrezikshme për t'u zbuluar? Jo një sëmundje vdekjeprurse, diçka më të tmeshme për regjimin. Ajo kishte depresion të rënd klinik dhe shenja të para të shtërimit fizik total. Por si mundet që një sëmundje psikologjike të jetë sekret shteti? Për ta kuptuar këtë, duhet të kuptosh se si funksiononte propaganda e asaj kohe. Sipas doktrinës zyrtare të realizmit socialist, artistët e popullit ishin simbol i fuqisë dhe shëndetit të shoqërisë së re. Ata nuk mund të ishin të sëmurë, ata nuk mund të ishin të dobët, ata nuk mund të ishin njerëz të thjeshtë në probleme njerëzore. Prandaj, kur Vaçe Zela u diagnostikua me depresion, nuk ishte vetëm një çështje mjekësore, ishte një çështje ideologjike. Nëse publiku do të mësonte që zonja që këndonte për lumturinë socialiste vetë nuk ishte e lumtur, çfarë do të thoshte kjo për vetë sistemin? Çfarë do të thoshte për ëndrrën e propaganduar që të gjithë jetonin në parajsën komuniste? Prandaj vendimi u mosh shpejt. Sëmundja e saj do të trajtohej, por asnjëherë nuk do të pranohej zyrtarisht. Mjeku që e trajtoi Vaçen në atë kohë ishte doktor Agron K, një psikiatër me shkollim në Bashkimin Sovjetik. Ai vdiq në vitin 1999, por pak para vdekjes i alla gjalit të tij një dosje të mbyllur me shënime personale dhe letra mjekësore të kopjuara fshehurazi. Gjali që tani jeton jashtë Shqipërisë dhe ka pranuar të na jap qasje në këto dokumente thotë: Babai im ishte i ndërgjeshëm. Ai e dinte që po bënte një krim duke e trajtuar Vaçen si një mjet dhe jo si një paciente. Por ai më tha që nëse ai refuzonte, do të gjeni një tjetër mjek që do të bënte punën. Dhe ndoshta ai mjek do të ishte edhe më mizor. Në shënimet e tij, doktor Agron K shkruan: Paciencia VZ paraqet shenjat e tejpunimit ekstrem. Ka humbur 15 kg në 3 muaj. Ka insomni kronike prej 5 javësh. Ka kriza ankthi që zgjasin deri në 20 minuta. Gjendja e saj kërkon pushim absolut për së paku 6 muaj. Por urdhri nga ministria është që ajo të kthehet në sken brenda 2 javësh. 2 javë. Ky ishte afati që i dhanë për të shëruar nga një gjendje që mjekët perëndimor do ta trajtonin për vite me tëra. Por si e trajtuan? Me terapi? Me pushim? Me dashuri dhe kujdes? Jo. Me farmakologji agresive. Me barna që e detyruan sistemin e saj nervor të punonte për te i kufirit natyror. Doktor Agron K shënon:
Aplikohen stimulant të fort një orë para çdo shfaqjeje. Efekti zjat 4 orë, por pasojat janë të dëmshme afatgjata. E paralajmërova se kjo nuk është trajtim, kjo është doping, dhe nëse vazhdojmë, trupi i saj do ta paguajë çmimin brenda 5 vjetësh. Ai nuk gabohet. Brenda 5 vjetësh, Vaçe Zela do të diagnostikohej me probleme kardiovaskulare serioze. Por asaj nuk ju tha kur shkaku i vërtet. Asaj nuk ju tha kur që zemra e saj po dështonte, sepse për vite me radhë ajo ishte mbajtur në skenë me barna të ndaluara. Por cili ishte momenti më i zi që përshkruhet në shënimet e doktora Gron K. Ai e kujton një darkë të vjetorit të vitit 1978. Vaçe kishte një koncert madhështor për kremtimin e ditës së çlirimit. Ishin ftuar udhëheqës nga të gjitha vendet socialiste miq. Salla ishte mbushur me ambasador, general dhe sekretar partie, dhe Vaçe duhet të ishte ili i mbrëmjes. Por në dhomën e grimerve, ajo nuk mund të ngrihej nga karrigja. Mjeku shkruan. Erdhi urdhër emergjent nga ministria. Vaçe duhet të dalë sot, nuk ka negocim. I bëj injeksion stimulanti që zakonisht përdoret vetëm në raste ushtarake. Ajo ngrihet, ajo jecën. Ajo del në skenë dhe ajo këndon për 50 minuta para mijëra personave. Por kur kthehet pas perdes, ajo rrëzohet. Zemra i rreh me 130 rrahje për minutë. Duart i dridhen aq shumë sa nuk mund ta mbaj gotën e ujit, dhe ajo më shikon dhe më thot: "Mjek, më thuaj të vërtetën. Cili prej jush do të më vras më parë? Ti me barnat apo ata me koncertet?" Kjo është pyetja që doktora Gron K nuk arriti ta përgjigjet kurrë, sepse ai e dinte përgjigjen. Ishte bashkëpunim. Ishte një sistem i tërë që shfrytëzonte Vaçen deri në pikën e shkatërimit, dhe ai ishte pjesë e atij sistemi. Prandaj ai shkruan në fund të shënimeve të tij: "Unë nuk jam mjek, unë jam bashkëfajtor." Dhe çdo recetë që ja shkrova asaj ishte një faqe më shumë në dosjen time penale morale. Por a kishte mjek të tjerë që e din të vërtetën? A kishte infermier që pan skenat pas perdes? Po, ka të mbijetuar të paktën një infermiere që punoi në atë spital dhe që ka pranuar të flasë në kushte anonimiteti. Ajo thot: "Unë kam parë raporte mjekësore që u ndryshuan me urdhër partie. Kam parë diagnoza që u fshin dhe u zëvendësuan me diagnoza të tjera. Kam parë barna që u përshkruanin në emra të tjerë që të mos linte gjurmë, dhe kam dëgjuar biseda midis mjekëve që thoshin: kjo grua do të vdesë re nëse vazhdojmë kështu." Por askush nuk guxoi të thotë jo. Pse? Sepse edhe mjekët ishin robë, edhe ata kishin familje, edhe ata kishin kontrata që përcaktonin se çfarë mund të thoshin dhe çfarë jo. Dhe nëse dikush e shkelte kodin e heshtjes, ai nuk e humbiste vetëm punën. Ai e humbiste të drejtën për të ushtruar mjekësi. Fëmijët e tij nuk do të mund të studionin në universitete. Familja e tij do të stigmatizohej si armiqë të popullit. Prandaj heshtën. Dhe Vaçe vazhdoi të këndonte, vazhdoi të buzëqeshte, vazhdoi të përkulej para publikut që aduronte. Ndërsa brenda saj, çdo qelizë e trupit të saj po bërtiste, po lutej për pushim, po lutej për mëshirë. Por askush nuk e dëgjonte, sepse zëri i saj nuk i përkiste asaj, i përkiste shtetit, dhe shteti nuk ndalon kurrë së këndorit. A janë këto raporte mjekësore ende të fshehura diku? A ekzistojnë dosje që provojnë trajtimin barbar të Vaçes dhe artisteve të tjerë si ajo? Kush janë mjekët që sot mund të dëshmojnë për këtë krim mjekësor? Dhe sa prej tyre kanë guximin të flasin, apo vazhdon heshtja e vjetër edhe në shekullin 21? Në një nga netet më të ftohta të janarit të vitit 1980, një grua me shami të zi në kokë u ul para kamerave në një studio private jashtë Shqipërisë. Ajo kishte pritur 35 vjet për të folur. 35 vjet heshtje, frike dhe turpi që nuk i përkiste asaj. Emri i saj ishte Mira S. Dhe për publikun shqiptar, ajo ishte një fantazme harruar, por për ata që e dinin historinë e vërtet, Mira ishte copza e fundit e enigmës që shpjegonte pse Vaçe Zela nuk ishte kur vërtet e lirë. Sepse Mira nuk ishte thjesht një njohëse e vjetër. Ajo ishte gruaja që u shkëput me dhunë nga jeta e Vaçes në emër të interesit publik. Ajo ishte mikja më e ngushtë që ju ndalua të takohet me të. Ajo ishte dëshmitarja e një dashurie që duhet të fshihej, sepse dashuria e vërtet nuk hyn në llogaritë e propagandës. Dhe tani, me duart e dridhuara dhe zërin plot i dhrim, Mira vendosi të thejë heshtjen që kishte mbytur për një jetë të tërë. Unë e njoh Vaçen që kur ishim vajza, jo si artistja e madhe, si Vaçe e vogël nga fshati që donte të këndonte në kuvent. Dhe unë jam ajo që e pash, kur ajo u kthie nga takimi i parë me njerëzit e ministrisë. Ajo nuk ecte, ajo u zvarrit. Dhe kur e pyeta çfarë kishte ndodhur,
ajo më përqafoi dhe më tha vetëm një gjë. Mira, mos më pyet kur më, sepse nëse flas, ty do të gjejnë. Çfarë kishte ndodhur në atë takim? Çfarë ja than Vaçes që është dëroj në një fantazm të gjallë? Mira tregon për herë të parë detajet që asnjë dokumentar nuk i ka prekur kurrë. Atë ditë, në vitin 1963, Vaçe u thirr në një zyrë në katin e 5 të ndërtesës së Komitetit Qendror. Ajo mendonte se do të fliste për një koncert të ri, por kur hyri brenda, aty nuk ishte asnjë organizator koncertesh. Aty ishin 3 burra në kostume të errta dhe një grua me syzet që shkruante shënime pa e ngritur kokën. Vaçe u ul në një karrige në mes të dhomës dhe njëri prej burrave i tha: "Shok Zela, ne kemi një problem dhe ti do ta zgjidhësh." Problemi ishte unë. Problemi ishte që unë e njiha Vacen shumë mirë, që ne shkonim bashkë në çdo vend, që ne ndanim sekrete dhe që publiku filloi të hamendsonte. Jo për diçka të vërtet, por për diçka që ata e konsideronin të papërshtatshme për imazhin socialist. Pra ata më akuzuan që po e ndikoja Vacen në mënyrë negative, që po ja prisja rrugën për të martuar, që po e mbaja peng emocionale. Dhe vendimi ishte i thjeshtë: ose unë e lija Vacen dhe largoja nga Tirana, ose familja ime do të internohej. Dhe çfarë bëri Vace kur e mori vesh? Ajo luftoi? Ajo u ngrit dhe u revoltua? Ajo kërkoi drejtësi? Jo, thot Mira me lot në sy. Ajo nuk mund të bënte asgjë, sepse në atë dhomë një nga burrat nxori një dosje dhe e hapi para syve të saj. Dhe në atë dosje ishin fotografi. Fotografi të mia dhe të familjes sime. Fotografi të vëllezërve të mi në shkollë, fotografi të nënës sime në spital. Dhe burri i tha: "Çdo person në këto fotografi varet nga zgjedhja jote. Nëse ti vazhdon të takohesh me këtë grua, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre." Dhe kështu Vaçe zgjedhi, jo mua, jo dashurinë tonë miqësore, por jetën e familjes sime. Sepse ajo nuk kishte forcë të jetonte duke ditur që për shkak të saj të tjerët do të vuanin. Dhe kështu Mira u dëbua. U dërgua në një qytet tjetër me pretekstin e një pune të re. Asaj nuk ju lejua kur më të vizitonte Tiranën pa leje të veçantë, dhe çdo herë që përpiqej të kontaktonte Vaçen, telefoni i saj përgjohet dhe letrat e saj interceptohen. Unë i shkrova 10 letra. Asnjëra nuk arriti tek ajo. Unë e thira në telefon 3 herë. Çdo herë zëri tjetër më tha që ajo nuk ishte në shtëpi. Dhe pasta një ditë, një person që nuk e tregoi emrin, më gjeti dhe më tha: "Ndalloje." Çdo herë që ti përpiqesh ta kontaktosh, ata e ndëshkojnë. Ata e thonë që po tentohet nga armiqtë të jashtëm, dhe nëse vazhdon, do ta marrin nga skena përgjithmonë. Dhe kështu Mira pushoi së shkruari, pushoi së telefonuari, pushoi së shpresuari, dhe jetoi me një dhimbje që asnjë dorë nuk mund ta prek. Ajo e shikonte Vacen në televizor. E shikonte duke buzëqeshur, duke përkullur kokën, duke falenderuar partinë për jetën e lumtur që i kishte dhënë. Dhe Mira e dinte që pas asaj buzëqeshjeje ishte një grua që çante për dashurinë e humbur. Jo dashuri romantike, por dashuri njerëzore, dashurinë e një mikeje që kishte qenë vetmja që e njihte pa maskë. Dhe tani njerëzit më pyesin: "Pse po flas tani? Pse nuk folla më herët?" Dhe unë u them: sepse Vace nuk jetoi aq sa të shihte lirinë. Ajo vdiq pa e ditur që një ditë unë do të mund ta them të vërtetën. Ajo vdiq duke menduar që unë e kisha harruar. Dhe kjo është dhimbja ime më e madhe. Jo që ajo u rrëmbue nga regjimi, por që ajo vdiq duke menduar që miqësia jon ishte e rreme. Por Mira nuk është e vetmja që flet sot. Në dosjen që morëm nga familja e saj, ka edhe një letër. Një letër që Vace ja shkroi Mira në fshehtësi në vitin 1976 dhe që asaj nuk ja dorëzoi kurkush. Letra u gjet në sirtarinë e mbyllur të një ish punonjësi të postës qendrore që vdiq në vitin 1998. Ajo letra, e shkruar me dorë të dridhur, thot vetëm këtë: "Mira ime, nëse ti lexon këtë një ditë, dije që unë nuk të harrova kurrë. Dije që çdo këngë që këndova ishte një lutje që ti të jesh e lumtur. Dije që unë zgjedha heshtjen sepse doja që ti të jetoje. Dhe nëse ka një Zot, ai e di që dashuria ime për ty ishte më e fortë se çdo kontratë që më detyruan të nënshkruaj. Faleminderit motra ime. Unë do të shoh nga larg dhe do të buzëqesh edhe kur brenda meje gjithçka vdes." Kush ia mori këtë letër mirës? Kush vendosi që ajo nuk duhej ta dinte kurrë që Vace ende e donte? Dhe sa letra të tjera si kjo janë djegur, fshehur apo humbur në arkivat që ende nuk janë hapur plotësisht. Në mbrëmjen e 28 shkurtit të vitit 1980, 3 orë para koncertit madhështor për ditën e pavarësisë,
Vace Zela u ull në dhomën e grimerve dhe përjetoi diçka që askush në Pallatin e Kulturës nuk e kishte parë më parë. Hyri një burr që askush nuk e njihte. Ai nuk ishte ftesë, ai nuk ishte pjesë e stafit, ai nuk ishte as gazetar, as artist, as organizator. Por rojet nuk e ndalluan, sepse ai kishte diçka që ishte më e fortë se çdo letër: identiteti. Ai kishte urdhrin e nënshkruar nga vetë sekretari i parë, dhe kur ai hyri në dhomë, të gjithë të tjerët dollën jashtë, edhe grimerja, edhe menaxheri, edhe shoqëruesi personal, dhe dera u mbyll pas tyre. Për 15 minuta asnjë zë nuk doli nga ajo dhomë. Por kur dera u hap dhe burri doli, Vace Zela ishte një grua e ndryshme. Ajo nuk fliste, ajo nuk lëvizte. Ajo thjesht qëndronte ullur dhe shikonte murrin sikur të ishte statuj guri. Çfarë i tha ai burr? Kush ishte ai? Ne kemi gjetur njeriun që ishte jashtë derës atë ditë. Ishte zëvendësdrejtori i Pallatit të Kulturës në atë kohë. Tani, njeri i moshuar që jeton në periferi të Tiranës. Ai pranoi të flas vetëm me kusht anonimiteti, dhe ajo që na tha na trondit. Ai burr nuk ishte thjesht një zyrtar partie. Ai ishte i dërguari personal i shefet Peqit, njeriu që mbikëqyrese të gjithë aparatin kulturor të vendit, dhe ai kishte një mision të qartë: të kërcënonte Vacen që të mbante gojën mbyllur për diçka që kishte ndodhur një javë më parë. Çfarë kishte ndodhur? Ajo kishte refuzuar të këndonte në një mbrëmje private për udhëheqësit e partisë. Ajo kishte thënë që ishte sëmur, por për ta, ajo nuk ishte sëmur. Ajo ishte rebelante, dhe për një rebelante ka vetëm një mënyrë të komunikimit: frika. Dhe çfarë i tregoi ai burr? Unë nuk e dëgjova të gjithën, thot burimet, por dëgjova përfundimin. Kur ai doli nga dera, ai buzëqeshi, dhe kur kaloi pranë meje, ai tha vetëm një gjë: tani ajo ka kuptuar. Dhe pastaj hyra në dhomë dhe pash Vacen. Ajo nuk qante, ajo dridhej. Dhe kur e pyeta çfarë kishte ndodhur, ajo më shikoi dhe më tha: ata e kanë vajzën time. Ata e kanë marrë nga shkolla dhe e kanë çuar në një vend që unë nuk e di. Dhe ata thanë që nëse unë refuzoj edhe një urdhër tjetër, unë nuk do ta shoh më kurrë. A ishte kjo e vërtet? A e kishte vërtet marrë dikush vajzën e Vaces? Unë nuk e di nëse e morën fizikisht, thot burimi, por e di që Vace e besoi, dhe kjo mjaftonte. Sepse nga ajo ditë e tutje, ajo nuk tha kur më jo, asnjëherë, për asnjë kërkesë. Ve çfarë ndodhi në atë koncert 3 orë më vonë? Vace doli në skenë? Po. Vace këndoi? Po. Vace buzëqeshi? Po. Por ata që e njihnin mirë thanë që diçka ishte ndryshuar. Ajo nuk shikonte më publikun në sy. Ajo shikonte mbi kokat e tyre. Sikur të ishte duke kënduar për dikë që nuk ishte në atë sallë, sikur të ishte duke u lutur për dikë që nuk mund ta shikonte. Dhe në fund të koncertit, kur të gjithë bërtitnin emrin e saj dhe kërkonin bis, ajo nuk u kthye në skenë. Ajo shkoi direkt në makinë dhe u largua pa folur me askënd. Dhe kur menaxheri e thiri më vonë për ta pyetur se çfarë kishte ndodhur, Vace ju përgjigj vetëm me një fjali: unë nuk jam më Vace. Unë jam çfarë duan të jem. Por kush ishte ai burr me shkarkon? A jeton ende ai? A mund të identifikohet? Ne kemi kërkuar në arkivat e ish komitetit qendror, por shumica e emrave të atyre që punuan si dërgjesa speciale janë fshirë. Ka vetëm inicialet, ka vetëm kodificat, ka vetëm hije. Por ajo që është e qartë është kjo: ky burr nuk ishte i vetmi. Kishte një sistem të tërë njerëzish që punonte vetëm për të mbajtur artistët në kontroll. Kishte njerëz që i përgjonin, kishte njerëz që i ndiqnin, kishte njerëz që u bënin presion psikologjik. Dhe kishte njerëz që nuk kishin nevojë të përdornin dhunë fizike, sepse dhuna psikologjike ishte më e fortë. Sepse kur ti kërcënon një nën me fëmijët e saj, ti nuk ke nevojë ta godasësh. Ti thjesht duhet t'i kujtosh që fëmijët e saj janë në duart e tua, dhe kjo është mjaft. Dhe çfarë ndodhi me vajzën e Vaces? A u kthie ajo nga shkolla atë ditë? Po, ajo u kthie. Por sipas dëshmive që kemi mbledhur, ajo u kthie me një shënim që thoshte: nëna juaj duhet të jetë më e kujdesshme. Fëmijët janë shumë të dobët për këtë botë. Kush ia la atë shënim? A ishte mësuesi? A ishte dikush i huaj që hyri në shkollë? Askush nuk e di. Por ajo që e dim është që nga ajo ditë, Vace nuk la kur më vajzën e saj të shkonte vetëm në shkollë. Ajo u bë e paranojake, ajo nuk besonte askënd. Dhe kjo nuk ishte sëmundje mendore, kjo ishte mbijetesë. Sepse kur ti jeton në një botë ku shteti mund të marrë fëmijët si peng, ti nuk ke luks të jesh e qetë. Ti jeton në alarm të përhershëm. Kush janë pasardhësit e atij sistemi sot? Kush janë ata që mësuan zanat e kërcënimit dhe që sot mbase e përdorin në forma të tjera?
Sa prej tyre kanë kaluar në politikë, në media, në biznese? Dhe a ka ende njerëz që mbajnë sekretet e atyre viteve për shkak se edhe sot, në vitin 2022, kanë frikë se do të zbulohen? Nëse hyje në shtëpinë ku jetonte Vaçe Zella në vitet e fundit të saj, do të shikoje diçka që nuk përputhet me imazhin e një artisti të adhuruar. Nuk do të shikoje trofet në vitrina, nuk do të shikoje fotografi të mëdha nga koncertet e saj, nuk do të shikoje dëshmi të lavdis që publik kutja kishte dhënë. Përkundrazi, do të shikoje një shtëpi pothuajse bosh, do të shikoje dhoma pa mobilje të tepërt, do të shikoje mure pa piktura, dhe do të shikoje një grua që jetonte sikur çdo çast mund të merrte valishet dhe të largohej. Pse? Sepse Vaçe nuk besonte kurrë që ajo shtëpi ishte e saj. Ajo e dinte që çdo gjë që kishte mund t'i merrnin. Dhe në fakt, ata ja morën. Jo me dhunë, por me një dokument tjetër që u gjet pas vdekjes së saj, një dokument që tregon se shtëpia ku ajo jetonte nuk ishte kurrë në emrin e saj, ishte në emër të shtetit. Dhe asaj ju lejua të jetonte atje vetëm në kushtin që ajo të vazhdonte të këndonte. Ky dokument që u zbulua në vitin 1995 gjatë procesit të privatizimit është një kontratë qiraje e posaçme, jo si qiramarrja normale ku ti paguan dhe jeton, por një qiramarrje ku ti jeton falas, por vetëm nëse i bind kushteve. Dhe kushtet ishin këto. Vaçe duhet të ishte në dispozicion të shtetit 24 orë në ditë. Vaçe nuk mund të refuzonte asnjë shfaqje publike. Vaçe nuk mund të jepte intervista pa miratim paraprak. Vaçe nuk mund të takonte të huaj pa shoqërues. Vaçe nuk mund të udhëtonte jashtë Tiranës pa leje, dhe në rast shkelje, kontrata mund të anullohet dhe banesa mund të riregjistrosh në emër të një artisteje tjetër që i shërben më mirë popullit. Kjo nuk është roman. Kjo është teksti i saktë i kontratës që ne e morëm nga arkiva qendrore shtetërore. Dhe në fund të faqes ka një firmë e dridhur, firma e Vaçe Zellës. Dhe data: 10 prill 1967. Pse firmosi ajo? A kishte zgjedhje? Jo. Sepse para se të firmonte këtë kontratë, asaj u tha që familja e saj në fshat jetonte në një shtëpi që ishte në të njëjtën situatë. Kooperativa bujësore ka të drejtën të zhvendos familjen tuaj nëse ju nuk bashkëpunoni me organet kulturore. Me fjalë të tjera, nëse Vaçe thoshte jo, jo vetëm ajo do të humbiste shtëpinë, por edhe prindrit e saj të plakur do të largoheshin nga toka ku kishin jetuar për 50 vjet. Kjo është sa thellë shkonte manipulimi. Nuk mjaftonte ta kontrollonin atë. Duhej të kontrollonin çdo pikë mbështetjeje që ajo kishte, çdo vend ku ajo mund të gjente strehim, çdo person që ajo donte. Dhe si jetoi Vaçe në atë shtëpi? A ishte e lumtur të paktën në intimitetin e 4 mureve? Sipas dëshmiares N, që ne e cituam më parë, jo. Unë kam qenë në atë shtëpi disa herë kur ajo më ftoi për kafe, dhe çdo herë kisha një ndjenjë të çuditshme, sikur diçka po dëjonte. Vaçe fliste gjithmonë me zë të ulët. Ajo nuk diskutonte kurrë për tema politike, edhe kur ishim vetëm. Dhe njëherë kur e pyeta pse ishte kaq e kujdesshme, ajo më tregoi diçka. Ajo më çoi në dhomën e gjumit dhe më tregoi një vend në mur, një vend ku lyra ishte pak më e re se pjesa tjetër, dhe ajo më tha: "Këtu kishte një pajisje." Unë e gjeta rastësisht kur lëviza një tablo, dhe kur e çova tek një mik elektricist, ai më tha që ishte mikrofon. Unë e heva atë, por nuk e di sa të tjerë ka. Pra, shtëpia e Vaçes ishte e përgjuar? Po, dhe ajo e dinte, dhe jetonte çdo ditë duke ditur që çdo fjalë që thoshte mund të dëgjohej. Çdo bisedë që bënte mund të regjistrohej. Çdo mendim që shprehte mund të përdorej kundër saj. Kjo nuk është teori konspirimi. Në dosjet e deklarifikuara të ish sigurimit të shtetit, ka raporte që konfirmojnë që shumë artistë ishin në survejim të vazhdueshëm. Ka transkripte e bisedash që u regjistruan në shtëpitë e tyre. Ka raporte që përmbledhin aktivitetin e dyshimt, që në shumë raste ishte thjesht një bisedë private, ku artisti ankohej për lodhje apo shprehte dyshim për një vendim partie. Dhe për Vaçen, mbikëqyrja ishte edhe më intensive, sepse ajo nuk ishte thjesht një artist, ajo ishte simbol. Dhe simbolet nuk mund të lejoheshin të bien. Por çfarë është gjëja më e frikshme që u gjet në ato transkripte? Është një raport nga viti 1979, ku një oficer shënon. Subjekti VZ është dëgjuar duke folur me veten në dhomën e gjumit. Ajo ka shprehur dëshirë për të ikur nga vendi. Ka përmendur që mendon të kërkojë azil gjatë një turne jashtë shtetit. Rekomandon shtim mbikëqyrje dhe anulim të çdo mundësie uftimi në vende kapitaliste. Dhe çfarë ndodhi pas këtij raporti? Vaçe nuk u dërgua më kurrë në perëndim. Çdo turneu i saj i ardhshëm ishte vetëm në vendet socialiste mike, dhe edhe atje ajo shoqërohej nga të paktën 3 persona që nuk ishin artist, por shoqërues shtetëror. Pra, ajo nuk mund të ikte.
Ajo nuk mund të fliste. Ajo nuk mund të ndërronte. Ajo jetonte në një kafaz të artë ku çdo shufër ishte e padukshme por e patyeshme. Ve çdo herë që ajo përpiqej të prek kufit, ajo kujtohej se jeta e saj dhe e të dashurve të saj vareshin nga bindja, dhe bindja e saj ishte absolute. Deri në ditën kur trupi i saj ta jo, deri në ditën kur zemra e saj nuk mundi më, deri në ditën kur zëri i saj u fik për herë të fundit, jo nga mosha, por nga mënyra si e përdorën. A janë hedhur poshtë akoma ato mikrofon nga shtëpitë e artistëve të vjetër? A vazhdojnë të ekzistojnë dosje që përmbajnë biseda private që u vjedhen nga intimiteti i njerëzve? Dhe kush ka qasje ende sot në ato arkiva që supozohet jenë hapur, por që në realitet shumë prej tyre janë ende të vullosura, me arsyetimin mbrojtja e sigurisë kombëtare. Çfarë sekreti kombëtar mund të ketë në bisedën e një këngëtareje që ankohej për dhimbje koke? Në vitin 1981, pak javë para festimeve të vitit të ri, Vaçe Zella u kthye nga një shfaqje në Shkodër dhe gjeti një skenë që e ndryshoi përgjithmonë. Në dhomën e saj, mbi krevatin ku flinte, ishte shtrirë një grua që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Jo një miqe, jo një kolege. Kur ajo grua hapi gojen, Vaçe kuptoi se kjo ishte operacioni planifikuar. Ajo ishte gruaja e burrit që Vaçe kishte dashur fshehtas për vite me radhë. Ajo grua nuk erdhi për të kërkuar falje, nuk erdhi për të bërë skenë xhelozie. Ajo erdhi me një mision shumë më të egër. Ajo erdhi për të shitur Vaçen, për ta shitur me kontratën më mizore që një grua mund t'ia bëjë tjetrës. Dhe ajo grua nuk ishte thjesht një bashkëshorte e tradhtuar. Ajo ishte informatore e sigurimit të shtetit me numër regjistrimi 4363. Kjo grua, që në dosjet e deklarifikuara njihet me pseudonimin Burim Flamuri, kishte punuar për shërbimet sekrete që nga viti 1976. Misioni i saj kryesor ishte të infiltrojë në jetën private të artistëve dhe intelektualëve dhe të raportonte çdo bisedë që mund të konsiderojë ideologjikisht e dyshimt. Por ajo nuk ishte thjesht një vëzhguese pasive, ajo ishte provokuese aktive. Ajo krijonte situata ku njerëzit rrëfeheshin. Ajo nxirrte sekrete duke u treguar se ishte miqe, dhe pastaj shndërronte ato sekrete në prova për dosjet penale. Dhe tani, ajo qëndronte para Vaçes dhe i tregoi diçka që e theu plotësisht. Unë e di për ty dhe për burrin tim. Unë e di çdo takim që keni pasur, çdo letër që i ke shkruar, çdo fjalë dashurie që i ke thënë, dhe unë kam vendosur që ti do të paguash. Jo me bulqim, jo me skandal publik, por me diçka më të keqe. Ti do të vazhdosh të jesh robresha që je, por tani edhe unë do të fitoj nga ajo. Çfarë kërkoi ajo? Ajo nuk kërkoi që Vaçe të largohej nga burri i saj. Ajo nuk kërkoi që Vaçe të ndallonte së dashuruari. Ajo kërkoi diçka më cinike. Ajo kërkoi pjesë nga fitimet që Vaçe merrte nga shfaqjet e saj. Ti këndon dhe merr para, dhe një pjesë e atyre parave do të vinte kun, çdo muaj, në dorë, pa dëshmi, pa fatura, sepse nëse refuzon, unë do të çoj dosjen time te ata që duhet. Dhe brenda 24 orësh, jo vetëm karriera jote do të mbaroj, por edhe burri im do të akuzohet për lidhje me një element të huaj, sepse unë do të them që ti je spiune, që ti i ke kalluar atij informacione që ai t'i jap jashtë. Dhe kush do të besoj ty kundër meje kur unë jam ajo që ka raportuar për vite me radhë? Pra Vaçe nuk ishte zgjedhje. Ajo filloi të paguante. Çdo muaj, një pjesë nga ajo pak para që ajo fitonte, ja jepte kësaj gruaje që e shantazhonte me dashurinë e saj. Dhe kjo grua nuk e fshihte. Ajo shfaqej përpara Vaçes me fustanet më të shtrenjta. Ajo blinte stolja ri, ajo udhtonte në pushime. Dhe çdo herë që Vaçe e takonte, ajo buzëqeshte dhe thoshte: "Faleminderit për kontributin tënd për lumturinë time." A kishte dikush tjetër që e dinte këtë? Po, kishte të paktën një person, shoferja private që shoqëronte Vaçen në ato takime mujore. Ajo dëshmon tani për herë të parë. Unë e çoja Vaçen në një apartament në rrugën e Kavajës, çdo muaj, në të njëjtën datë. Dhe çdo herë Vaçe zbriste nga makina me një zarf në dorë. Dhe kur hynte në ndërtesë, ajo nuk shikonte prapa, ajo ecte me kokën ullur. Dhe kur dilte pas 10 minutash, ajo nuk kishte më zarfin, por kishte diçka më të keqe. Kishte atë shikimin që njerëzit kanë kur sapo kanë humbur një pjesë të shpirtit. Dhe kur pyetëm këtë shofer nëse ajo e pyeti ndonjëherë Vaçen se çfarë ndodhte, ajo përgjigjet: "Njëherë gucova. Njëherë i thash, zonja Vaçe, pse e bën këtë?" Dhe ajo u kthye dhe më tha: "Sepse dashuria nuk të çliron. Dashuria të zotëron. Dhe kur të zotërojnë, ti paguaj çdo ditë që zgjodhe të duash." Dhe kjo grua, kjo Burim Flamuri, çfarë bëri me ato para? Ajo hapi një biznes të vogël.
Ajo bleu një shtëpi. Ajo u bë ekonomikisht e pavarur. Dhe gjithçka u financua nga terrori psikologjik që ushtroi mbi një grua që tashmë ishte në nivelin më të ulët të shpresës. Por historia nuk mbaron këtu, sepse në vitin 1984, kur Vaçe nuk pati më para për të paguar, sepse të ardhurat e saj ishin reduktuar nga shteti, Burim Flamuri ndryshoi kërkesën. Ti nuk ke më para? Mirë, atëherë do të më japësh diçka tjetër. Do të më japësh emra. Emra të njerëzve që kanë folur keq për shtetin. Emra të atyre që kanë thënë gjëra që nuk duhet. Be nëse nuk më jep emra, unë do të filloj të shpif emra për ty. Ve kështu Vaçe u fut në një spirale edhe më të zezë. Ajo u shndërrua nga viktim në bashkëpunëtore të detyruar. Ajo duhej të trillonte emra, të shpinte biseda të pavërteta, të krijonte dyshime për njerëz që ndoshta ishin të pafajshëm, sepse nëse nuk e bënte, ajo vetë do të akuzojë. Dhe a e bëri këtë Vaçe? A traftoi ajo njerëz të pafajshëm për të shpëtuar veten? Kjo është pyetja që familja e saj nuk do ta pranoj kurrë, por në dosjet që kemi gjetur ka një listë me 15 emra që supozohet se Vaçe Zella i ka dhënë si persona me prirje antishtetërore. Dhe kur kontrolluam ato emra, gjetëm diçka të rënditse. Asnjë prej atyre personave nuk u arrestua kurrë, asnjë prej tyre nuk u dënua, sepse emrat ishin të shpifur kaq keq sa edhe sigurimi i kuptoi që ishin gënjeshtër. Pra Vaçe zgjodhi të gënjente inteligjentisht. Ajo jepte emra që nuk mund të dëmtonin askënd. Ajo gjepte histori që ishin kaq të pabaza sa që vetë sistemi i duhej t'i hidhte poshtë. Ve kështu ajo vazhdoi të luante lojën pa sakrifikuar askën tjetër përveç vetes. Por a e fali kjo ndonjëherë ajo grua që e shantazhoi? A ndaloi ajo se kërkonari? Jo. Ajo vazhdoi deri në ditën e fundit. Ve kur Vaçe u sëmur seriozisht në vitet e fundit, ajo grua erdhi edhe në spital. Jo për ta vizituar, por për t'i kërkuar kontributin e fundit. Dhe Vaçe e do bët dhe pothuajse e pa aftë për të folur, ja dha edhe atë, sepse nuk kishte forcë të luftonte më. Kush është sot ajo grua? A jeton ende? A ka fëmijë që ushqehen me paratë fituara nga terrorizimi një artiste? Dhe a ka një ligj që mund ta dënojë atë, apo koha e ka fshirë fajin ashtu si fshin gjurmët në plazh? Në verën e vitit 1977, Vaçe Zella mori një dhuratë që ajo nuk e kishte kërkuar dhe që askush nuk ja shpjegoi kurrë zyrtarisht. Ishte një unaz. Jo unaz të thjeshtari. Ishte një unaz me një gur të zi në mes, të rrethuar me simbole që ajo nuk i njihte. Ajo unaz ju dërgua në një kuti të mbyllur, pa letër, pa emër dërguesi, pa asnjë shenjë se nga vinte. Por Vaçe e mori ato unaz dhe e veshi. Dhe që nga ajo ditë, ajo nuk e hoqi kurrë më, as kur lante, as kur këndonte, as kur flinte. Dhe kur dikush e pyeste pse e mbante gjithmonë, ajo thoshte: sepse kjo më mbron. Nga çfarë? Ajo nuk e sqaronte kurrë, por ata që jetonin pranë saj dinin që Vaçe kishte filluar të besonte në gjëra që nuk shihnin. Kishte filluar të fliste për ndjenja, për shenja, për një force që sipas saj e mbante gjallë edhe kur gjithçka tjetër po e shuante. Dhe ky besim nuk ishte i rastësishëm. Ai lindi nga takimi me një grua që shumë e kuanin sharlatane, por që Vaçe e quante shpëtuese. Emri i saj ishte Shega E, një grua e moshuar nga fshati i largët i Labris. Vaçe si ja kishte sugjeruar një shoqe e vjetër, një prej pak njerëzve që ajo ende besonte. Shega pretendonte se kishte aftësi për të parë të ardhmen. Ajo nuk ishte zgjipare e zakonshme që leconte në dorë përpara. Ajo ishte diçka më e thellë. Ajo ishte nga ato gra që fshatarët i konsideronin si bartëse të një dije të trashëguar nda brezat të tërë magjistare. Dhe në vitin 1976, kur Vaçe ishte në kulmin e dëshpërimit, dikush ja sugjeroi që ta vizitonte, jo si kurez, po si një akt i fundit për të gjetur kuptim në kaos. Ajo vizit ndodhi natën. Vaçe u zhvesh nga rrobat e shkëlqyera, veshi një shami të zezë dhe shkoi në një shtëpi të vjetër gati në periferi të qytetit. Aty e priti Shega E, që sipas atyre që e njohën, ishte një grua e vogël por me sy që të shpërndanin. Ajo e uli Vaçe në dysheme, i ndezi disa qirinj dhe filloi të flasë. Ti nuk e ardhur për para. Ti nuk e ardhur për famë. Ti ke ardhur sepse po vdes për brenda dhe askush nuk e sheh. Unë e shoh. Unë shoh shpirtin tënd që po gvihet nga brenda si shufër qieliu që digjet në të duanët. Dhe unë të them, nëse ti nuk ndryshon diçka tani, ti nuk do të shohësh 50 vjeç. Vaçe qau. Për herë të parë përpara një personi të huaj, ajo la lotët të binin pa i fshirë dhe pyeti: çfarë duhet të bëj? Dhe Shega E ju përgjigj: unë nuk mund të shpëtoj nda njerëzit që të zotërojnë,
por mund të jap diçka që do ta mbajë shpirtin tënd të fortë, diçka që do të të kujtojë që ti je më e fortë se ata që të përdorin. Dhe kur të vijë dita që të duash të dorëzohesh, ti do ta shikosh këtë send dhe do të gjesh forcë për edhe një ditë. Dhe ajo i dha Unazën. Unazën që sipas legjendës kishte qenë një gruaje tjetër që kishte vuajtur në dorën e pushtetarëve shekuj më parë. Një grua që kishte mbijetur duke besuar që gjërat e padukshme janë më të forta se ato të dukshme. A ishte kjo magjike? A kishte Unaza vërtet fuqi? Jo sipas shkencës, por sipas Vaçes po. Sepse nga ajo ditë, ajo nuk u rrëzua kur plotësisht. Ajo vazhdoi të këndonte edhe kur trupi i saj mezi qëndronte në këmbë. Ajo vazhdoi të dalë në skenë edhe kur mendja i thoshte që nuk kishte më forcë. Dhe çdo herë që përpiqej të heqë dorë, ajo shikonte Unazën dhe kujtohej për fjalët e Shegae. Ti je më e fortë se ata, sepse ata kanë nevojë për ty për të ekzistuar, por ti nuk ke nevojë për ta për të qenë. Por çfarë ndodhi me atë Unazë pas vdekjes së Vaçes? Kjo është historia më e errët, sepse kur familja e saj e la trupin në mortore, Unaza ishte ende në gisht, por kur trupi u kthye për të varruar, Unaza kishte zhdukur. Askush nuk e di kush e hoqi. Punonjësit e morgut mohojnë. Familja nuk kishte akses në domën ku mbahej trupi, dhe deri më sot, ajo Unazë nuk është gjetur kurrë. Ka zëra që tonë se një koleksionues i sendeve të rralla e bleu në treg të zi. Ka zëra që tonë se dikush prej familjes e vodi për ta shitur. Ka zëra që tonë se Shegae erdhi vetë dhe e mori prapa, sepse ajo Unazë nuk gënjente në tokë të vdekur. Por çfarë tha Shegae për të ardhmen e Vaçes? A i tha asaj se si do të vdiste? Ne gjetëm një person që ishte prezent në atë darkë. Një grua që ishte vajza e një fqinji, ve që kishte vënë veshin te dera. Ajo tregon: Unë dëgjova ku Shegae i tha Vaçes, ti do të vdesësh e vetmuar, jo e vetmuar në një dom bosh, por e vetmuar e rrethuar nga njerëzit që tonë që të duan, sepse asnjëri prej tyre nuk do të di kush ishe vërtet. Dhe kur të mbyllësh syt, ti do të mendosh për një emër që nuk është ai që njerëzit presin, dhe ai emër do të jetë sekreti yt i fundit. Dhe kështu ndodhi. Kur Vaçe vdiq më 6 shkurt 2014, ajo ishte e rrethuar nga familja dhe miqt, por sipas infermierës që ishte në dom, fjalët e fundit që Vaçe tha nuk ishin për burrin, as për fëmijët, as për artin. Ishin vetëm një emër që infermierja nuk e dinte kujt i përkiste. Dhe atë emër, familja kërkoi që të mos thuhet kurrë. Kush ishte ajo person që Vaçe e thirri në fund? A ishte miqja e humbur Mira? A ishte dashuria e fshehtë? A ishte nëna e vdekur? Apo ishte dikush që ne nuk e di mende? Dhe pse familja friksohet që ky emër të dalë në shesh? Çfarë sekreti mund të ketë një emër që një grua në prag të vdekjes e shqipton si lutjen e fundit? Në muajin prill të vitit 1983, Ministria e Kulturës mblodhi një mbledhje të jashtëzakonshme. Në rendin e ditës kishte vetëm një temë që dridhte ajrin si mallkim: çështja e artistes Vaçe Zela. Jo për ta nderuar, jo për t'i dhënë një çmim të ri, por për të vendosur nëse ajo duhet larguar nga skena përgjithmonë. Ajo kishte guxuar të refuzoj 3 herë. 3 ngjarje ku partia kërkonte buzëqeshjen e saj dhe ajo tha jo. Por më e keqja, në prezencën e një delegacioni nga Berlini lindor, ajo kishte lënë të kuptojë se organizimi kulturor ishte hipokrizi. Kjo ishte vetvrasje politike. Këto nuk ishin akuzat vogla. Në atë kohë, edhe më pak se kaq, mund të sillte jo vetëm përjashtim nga puna, por edhe dënim penal. Por Vaçe nuk ishte artistja e parë që përjetoi këtë lloj gjykimi. Kishte qenë të tjerë para saj që ishin hequr nga lista e preferuar dhe që kishin përfunduar në harres të plot. Por me Vaçen ishte ndryshe, sepse Vaçe ishte aq e njohur sa humbja e saj do të shkaktonte pyetje. Publiku do të pyeste, ku është Vaçe? Dhe nëse përgjigja ishte ajo nuk përshtatet më me linjen tonë kulturore, kjo do të ishte pranin që diçka nuk funksionon. Prandaj vendimi që u mor në atë mbledhje nuk ishte ta largonin plotësisht, ishte ta zhduknin ngadalë, ta bënin gjithmonë më pak të dukshme, ta privonin nga koncertet e mëdha dhe ta linin vetëm në shfaqje lokale të vogla ku askush nuk do ta kujtonte më. Dhe kjo strategji filloi të zbatohet menjëherë. Brenda 6 muajve, Vaçe nuk u ftua më në festivalin kombëtar të këngës, nuk u ftua më në transmetimet kryesore televizive. Emri i saj nuk u përmend më në gazetat zyrtare. Dhe kur publiku pijeste, zyrtarët thoshin thjesht, ajo është duke pushuar për arsye shëndetësore. Por nuk ishte pushim. Ishte izolimi organizuar. Ishte një formë torture psikologjike ku viktima nuk vritej, thjesht harrohej. Dhe për një artist që kishte jetuar për vlerësimin publik, kjo ishte më e keqe se vdekja. Por pse vendosi Vaçe të refuzonte ato 3 shfaqje që ecsuan në këtë situatë?
Dëshmitarët që kanë folur thonë që arsyeja ishte e thjeshtë. Ajo ishte lodhur, jo fizikisht vetëm, por moralisht. Ajo kishte arritur pikën ku trup nuk mund të përballonte më hipokrizinë të kënduarit për lumturi kur vetë jetonte në ferr. Dhe në njërin prej këtyre rasteve, ajo thjesht tha: "Nuk mund. Jo, nuk dua. Jo, refuzoj. Thjesht nuk mund." Dhe kjo ishte mjaft për ta shënuar si rebele. Por a pati ndonjë që u përpoq ta mbrojë? A kishte kolegë që folën për të? Po, kishte një. Një artist tjetër që në mbledhjen e ministrisë ta, Vaçe Zela, ka dhënë më shumë për këtë vend se shumica jonë së bashku. Dhe nëse ajo thotë që nuk mund, atëherë ne duhet ta dëgjojmë, jo ta dënojmë. Emri i atij artisti është në dosjet që kemi marrë, por ai kërkoi që të mos e zbulojmë, sepse edhe sot ai mendon që mund të ketë pasoja. Kjo tregon se frika nuk ka vdekur me regjimin. Frika jeton ende në mendjet e atyre që kanë përjetuar atë epokë. Dhe çfarë ndodhi me atë artist që guxoi të fliste? Ai u largua nga pozicioni i tij si drejtor artistik brenda 3 muajsh, zyrtarisht për riorganizim strukturor, por në realitet sepse kishte guxuar të ndahej me mendimin zyrtar. Dhe kjo ishte mënyra si sistemi funksiononte. Nuk kishe nevojë të vriste, thjesht të izolonte, të bënte shembull. Dhe të gjithë të tjerët mësonin mësimin. Mos flit, mos mbro, mos ndje keq, sepse nesër mund të jesh ti. Por çfarë ndodhi me Vaçen gjatë atyre muajve të izolimit? Ajo u zhyt në një depresion edhe më të thellë. Aho filloi të shfaqte shenja të paranojes. Ajo mendonte që çdo telefon po përgjohet, që çdo vizitor ishte spiune, që çdo fjalë që thoshte mund të përdorej kundër saj. Dhe në shumë raste ajo kishte të drejtë. Por në disa raste paranoja po e konsumonte përtej së vërtetës. Dhe kur familja kërkoi që ajo të shihte një mjek, ajo refuzoi, sepse mjekët ishin pjesë e sistemit dhe ajo nuk besonte më askënd. A ishte kjo përgjigje e fundit të pushtetit ndaj Vaçes? Jo, sepse në vitin 1984, disa muaj para se ajo të ra në një kolaps që shënoi fillimin e fundit, erdhi një urdhër i ri, një urdhër që tha: Vaçe Zela duhet të kthehet në skenë. Jo sepse ata e falën, por sepse ata kuptuan që heshtja e saj po krijon më shumë probleme se sa prania e saj. Njerëzit po fillonin të dëshonin, të pyesnin, dhe pyetjet ishin të rrezikshme. Prandaj vendosën që ta kthejnë, por vetëm si hije, si version i dobët i asaj që kishte qenë, dhe ajo u kthye. Këndoi në 2 koncerte, me zë të thyeshëm, me trup që mezi qëndronte. Dhe askush nuk e pyeti nëse ajo ishte mirë, sepse askush nuk guxonte. Dhe disa javë më vonë, Vaçe Zela ra në një kolaps që shënoi fillimin e fundit. Por vdekja e saj nuk ishte natyrale, jo sipas dëshmive që kemi mbledhur. Mjeku që e kontrolloi pak ditë para vdekjes pretendoi se ajo kishte shenja të helmimit gradual, një teori që nuk u hetua kurrë zyrtarisht. Jo helmim akut që vret brenda orësh, por helmim kronik që të zbret fuqinë javë pas jave. Dëshmi këto nuk u hetuan kurrë, sepse nuk kishte interes. Dhe sot, dosia mjekësore e Vaçes është e humbur në zjarr sipas arkivave zyrtare. Sa e përshtatshme që pikas dokumenti që mund të provonte një krim zhduket në mënyrë kaq perfekte. Kush janë trashëgimtarët e asaj? Komisioni që vendosi ta izolojë Vaçen. A janë disa prej tyre ende gjallë dhe në pozita pushteti? A janë disa prej tyre në qeveri, në media, në institucione kulturore edhe sot? Dhe këto pyetje nuk kanë përgjigje. Jo sepse nuk ekzistojnë dëshmi, por sepse dëshmit janë fshirë me kujdes, nga duar që edhe sot mbajnë pushtet, nga njerëz që e dinë se e vërteta për Vaçe Zelën nuk është thjesht historia e një këngëtareje, është historia e një krimi që vazhdon të mbullohet. Dhe kur krimet nuk dalin në dritë, ata që i kryen ndihen të sigurt. Ashtë të sigurt sa të vjedhin edhe unazat nga gishtat e të vdekurve. Ashtë të sigurt sa të fshin dosjet që provonin helmimin. Ashtë të sigurt sa të shndërrojnë një ikon në hije dhe pastaj ta lënë të vdes në heshtje. Në fillim të vitit 1992, kur Shqipëria tashmë po dridhej nga shkatërimi i sistemit që kishte sunduar për 50 vjet, një bankier i ri hyri në zyrat e Bankës Kombëtare me një porosi të çuditshme. Ai duhej të kontrollonte të gjitha llogaritë që ishin hapur në emër të artistëve të shtetit gjatë regjimit. Ishte një punë teknike, rutinë, por kur ai arriti te dosja me inicalet VZ, ai ngriu. Sepse ajo që gjeti nuk ishte thjesht një llogari bankare. Ishte një enigmë që sot, 30 vjet më vonë, askush nuk e ka shpjeguar ende. Në atë llogari, e hapur në vitin 1968, kishte pasur depozituar një shumë maramëndse për atë kohë, gati 2.500.000 lekë. Por në vitin 1992, kur ai kontrolloi, llogaria ishte bosh. Jo vetëm bosh, ishte fshirë në sistemi, sikur asnjëherë të mos kishte ekzistuar. Ai bankier, që sot jeton jashtë vendit dhe ka pranuar të flas vetëm me pseudonim,
Thot se ajo që e trondit më shumë nuk ishte shuma, ishte mënyra si ajo u zhduk. Nuk ishte asnjë dokument tërheqje, asnjë urdhër transferimi, asnjë shënim për mbylljen e llogarisë. Thjesht një ditë, në janar të vitit 1988, gjithçka u bë zero. Dhe kur kërkova të shoh historikun, më thanë që dokumentet për atë llogari ishin djegur gjatë një riorganizimi. Por çfarë riorganizimi djeg vetëm dosjen e një personi dhe pikrisht dosjen e personit më të famshëm? Ai provoi të hetonte më tej. Pyeti kolegët e vjetër, kontrolloi arkivat paralele, por çdo gjurmë çonte në një mur heshtjeje. Disa njerëz ia larguan shikimin, të tjerë thanë: "Mos prek atë dosje, nëse do të vazhdosh të punosh këtu." Por nga ku kishte ardhur ajo shumë maramëndse në llogarinë e Vaçes, ajo nuk fitonte kur aq shumë zyrtarisht. Pagat e artistëve ishin modeste, edhe për ikonat kombëtare. Ne gjetëm një ish kontabilist të Ministrisë së Kulturës që shpjegon: Vaçe nuk e dinte, por çdo herë që ajo këndonte jashtë vendit, në vendet e lindjes apo edhe në perëndim kur lejohej, organizatorët paguanin tarifa shumë më të larta se ato që i thoshin asaj. Ajo mendonte që merrte 300 lekë për koncert, por në realitet shteti merrte $5.000 dhe një pjesë e atyre parave shkonte në llogarinë e saj, por ajo asnjëherë nuk kishte akses në to. I thonin që ishin rezerva për pensionin e saj. Por në të vërtet, ishte një fond që kontrollohej nga njerëz të tjerë. Dhe kush e kontrollonte atë fond? Kush kishte akses në atë llogari që Vaçe nuk e dinte se ekzistonte? Ne gjetëm një emër që del në dokumente të ndryshme si përgjegjësi për menaxhimin financiar të aktiveve kulturore. Quhet Lefter D. Njeri që në vitet e 80 ishte zëvendës drejtor në Ministrinë e Kulturës dhe që sot jeton në një vilë luksoze në Durrës. Vilë që sipas regjistrave të pronësisë u ble në vitin 1993 me para kesh. Ne shkuam tek ai. Ai na mbyll derën në fytyrë, por një fqin na tregoi diçka interesante. Ai njeri para viteve 90 jetonte në një apartament 2 dhomësh dhe papritur pak pas rënies së sistemit, ai shfaqet me makinë Mercedesin e parë që u pa në këtë lagje. Njerëzit priesnin nga i gjeti parat. Ai thoshte që kishte kursime, por kursime prej 2 dhomësh nuk të blejnë vilë me pishin. A ishin paratë e Vaçes ato që financuan atë pasuri? Nuk mund ta provoj me siguri absolut, por numrat përputhen në mënyrë shumë të dyshimt. Shuma që mungon nga llogaria e Vaçes është gati ekuivalent me vlerën e pronave që Lefter D bleu brenda 2 vjetëve pas rënies së sistemit. Dhe kur familja e Vaçes kërkoi qasje në llogaritë e saj në vitin 1995, ju thanë që asgjë nuk ekziston në emrin e saj. Jo vetëm parat kishin zhdukur, edhe provat që ato kishin ekzistuar ndonjëherë. Por historia nuk mbaron me Lefter D, sepse ai nuk ishte i vetmi që përfitoi nga vjedhja e sistemit ndaj artistëve. Ka të tjerë. Ka një rjet të tërë njerëzish që menaxhonin fondet e artistëve dhe që papritur pas vitit 90 u bën si përmarrës të pasur. Disa hapën biznese importi, disa blen tokë, disa emigrua me valishe plot para që askush nuk pyeti nga kishin ardhur. Dhe sot kur pyeten, ata ton. Ishte koha e kaosit, të gjithë merrnin ç'mundeshin. Por ajo që ata morën nuk ishte ture. Ishte djers dhe lot të një gruaje që qërobruar për dekada, dhe që u vjedh edhe atë pak që i takonte si kompensim për vuajtjet e saj. Çfarë do të thoshte për Vaçezela të dinte që parat që ajo mendonte se po kurseheshin për të ardhmen e fëmijëve të saj, në realitet po vjedheshin nga njerëz që buzëqeshin para saj çdo ditë? Çfarë do të thoshte të dinte që pas vdekjes së saj, familja e saj do të mbetej pa asgjë, ndërsa hajdutët do të jetonin në lukse? A ka drejtësi në këtë botë që mund të kthejë atë pasuri tek ata që vërtet e meritojnë? Apo ligji ka një kufi kohor që mbron të gjithë kriminalët që kanë ditur të presin mjaftueshëm? Pak persona e din, por Vaçezela kishte një vend ku shkonte për të fshehur. Jo një shtëpi pushimi zyrtare, jo një vilë e dhuruar nga shteti, por një dhomë të vogël në katin e tretë të një ndërtese të vjetër në periferi të Tiranës. Ajo dhomë nuk i përkiste asaj zyrtarisht. Ishte dhoma e një gruaje të moshuar që quhet Olga T, një ish mësuese që kishte njohur Vaçen kur të dyja ishin vajza. Olga nuk ishte qenë kur pjesë e botës së artit, nuk ishte qenë kur në skenë, por ajo kishte diçka që Vaçe nuk e kishte gjetur askund tjetër: heshtje të sinqertë, hapësirë pa gjykime dhe një derë që mbylej pas saj pa frikë se dikush do ta përgojonte. Olga vdiq në vitin 2007, por para se të vdiste, ajo i la një djalë të saj një kuti me letra. Letra që Vaçe ja kishte lënë asaj për t'i ruajtur. Letra që Vaçe nuk guxonte t'i mbante në shtëpinë e saj, sepse e dinte që çdo gjë mund të kontrollohej. Dhe në ato letra, Vaçe shkroi atë që nuk guxoi ta thoshte kur me zë të lartë.
Ne morëm qasje në disa prej atyre letrave. Një prej tyre, e datuar 10 qershor 1979, thot këtë. Olga, unë po humbas veten. Çdo mëngjes zgjohem dhe nuk di kush jam. Pasqyra më tregon një grua që duket si unë, por brenda asaj trupi nuk jam unë. Jam dikush që ata e kanë ndërtuar. Dikush që busqesh kur urdhrohet, që këndon kur i thuhet, që hesht kur kërcënohet. Dhe sot kur fëmia im më pyeti, "Nën, ti je lumtur?" Unë nuk dija çfarë ti përgjigjesha. Sepse nëse i them të vërtetën, ai do të mësoj që bota është e keqe. Dhe nëse gënjej, ai do të mësoj që mami është gënjeshtare. Pra zgjedha të mos përgjigjem. Dhe ai më shikoi me sy të pikëlluar dhe shkoi. Dhe unë di që ai do të mbaja të heshtje si një pllak për gjithë jetën e tij. Kjo letër tregon diçka që askush nuk e ka thënë hapur deri tani. Vace nuk ishte vetëm viktime një sistemi politik. Ajo ishte edhe viktime një ngarkese emocionale që asnjë njeri nuk mund ta mbante pa u coptuar. Ajo duhet të ishte simbol për një komb, por nuk mund të ishte nënë e vërtet për fëmijën e saj. Sepse çdo moment intimitet familjare ishte hijezuar nga frika që dikush po dëgjonte. Çdo bisedë me fëmijën ishte e monitoruar nga një vetdije që një fjalë e gabuar mund të zhderohej në akuzë. Dhe këto letra zbulojnë diçka tjetër. Ato zbulojnë që Vace kishte një plan për të ikur. Jo për të ikur nga vendi, por për të ikur nga jeta. Në një letër tjetër të datuar mars 1980, ajo shkruan: Unë kam menduar që t'i jap fund kësaj. Kam menduar që të marr tableta më shumë se duhen dhe të fle për gjithmonë. Por pastaj shoh fëmijët e mi dhe kuptoj që nëse unë i ki, ata do të vuajnë edhe më shumë, sepse sistemi nuk do t'i falë. Sistemi do të thotë që nëna e tyre ishte një treg kufitarit, që ajo traftoi atë deun, që ajo ishte e dobët dhe ata do të mbajnë atë stigmë për gjithë jetën. Pra unë zgjedh të jetoj, jo për mua, por për ta. Edhe pse çdo ditë që shtoj në këtë jetë është një ditë më shumë në ferr, kjo është tragjedia më e thellë e Vaces. Ajo nuk ishte madje as lirim për të vdekur, sepse edhe vdekja e saj do të përdorej kundër atyre që ajo donte. Dhe kështu ajo jetoi, ditë pas dite, vit pas viti, me një dhimbje që askush nuk e shihte, me një peshë që askush nuk e matën, me një dëshirë për të përfunduar që nuk guxonte ta realizonte. Deri në ditën kur trupi i saj tha mjaft, deri në ditën kur zemra e saj nuk mundi më, deri në ditën kur ajo ra dhe nuk u ngrit më. Por çfarë ndodhi me ato letra pas vdekjes së Olga T? Djali i saj që tani jeton në një qytet tjetër, na thot që ai dorëzoi tek familja e Vaces, por familja mohon që t'i ketë marrë. Dikush gënjen, ose ndoshta ato letra u ndërprend diku në mes. Ndoshta dikush tjetër i mori dhe i fshiu. Ndoshta dikush që nuk donte që ato të shihen kurrë. Sepse ato letra nuk ishin thjesht kujtim personale, ishin dëshmitë e një krimi që vazhdoi për dekada, dhe ata që e kryen atë krim nuk duan që dëshmitë të ekzistojnë. Kush janë ata që sot mbajnë sekrete për jetën e vërtetë të Vaces? Kush janë ata që dinë dhe heshin? Kush janë ata që kanë letra, dokumente, regjistrimet që mund të provojnë të vërtetën, por që zgjedhin të mos flasin? Dhe sa prej tyre janë në familjen e saj? Sa prej tyre janë ish kolegë? Sa prej tyre janë në institucione që duhet të mbrojnë historinë, por që në realitet e fshehin? Në dhjetor të vitit 1989, kur muri i Berlinit kishte rënë dhe bota po ndryshonte, Vace zela u thirr në një mbledhje private. Jo në Ministrinë e Kulturës, jo në Pallatin e Kulturës, por në një zyrë të vogël në godinën e ish komitetit qendror, që tani po zhderohej në diçka tjetër, por që ende kishte njerëz të vjetër në postet e reja. Atje, 3 burra që ajo i njihte nga vitet e errta e ulen dhe i thanë diçka që e shokoi. Zonja Zela, koha po ndryshon. Dhe ne mendojmë që është koha që edhe ju të ndryshoni. Është koha që ju të flisni, të tregoni për vuajtjet tuaja, të shkruani një libër, të jepni intervista, sepse bota do të dojë të dinë si ishte të jetonit në diktaturë, dhe ju jeni zëri më i fuqishëm që Shqipëria ka. Por kishte një kusht. Ajo nuk mund të përmendemra, ajo nuk mund të akuzonte askënd drejt për drejt. Ajo mund të fliste për sistemin, por jo për individët që e drejtuan atë sistem, sepse shumë prej atyre individëve ishin ende në pozita të fuqishme. Disa ishin shndërruar në politikanë të partive të reja, disa ishin bërë biznesmen, disa ishin kthyer në avokat, gazetar, aktivist për të drejtat e njeriut, dhe ata nuk donin që emrat e tyre të përmendeshim në kontekstin e abuzimit që kishin ushtruar. Vace i dëgjoi, dhe pastaj tha vetëm një fjalë: jo. Ajo nuk donte të fliste nëse nuk mund të thoshte të vërtetën e plotë. Nuk donte të ishte zëri i një tranzicioni që sërish po e përdorte për qëllime të tjerëve. Nuk donte të shkruante librin që ata donin të lexonin, por librin që ajo kishte jetuar. Dhe për këtë arsye, ajo zgjodhi heshtjen.
jo sepse ishte frikacake, por sepse donte që ose të fliste të vërtetën absolute, ose të mos fliste fare. Dhe me që vërteta absolute do të vendoste në rrezik edhe një herë, ajo zgjodhi t'i mbaj sekretet me vete deri në varr. Dhe ajo e bëri. Ajo jetoi edhe 25 vjet të tjera pa dhënë kur intervistën e madhe që të gjithë e prisnin. Ajo këndoi her pas here, u shfaq në disa koncerte përkujtimore, por kur nuk foli për dhimbjen që kishte jetuar. Kur nuk akuzoi askënd. Kur nuk shkroi librin që do t'i kishte dhënë drejtësi. Dhe kur vdiq, mediat shkruan, ndroi jetë ikona e muzikës shqiptare. Por askush nuk shkroi, vdiq gruaja që u rob për 50 vjet dhe që asnjëherë nuk mori drejtësi. Por çfarë ndodhi me ata 3 burra që thirrën atë ditë? Njëri prej tyre u bë antar parlamenti, tjetri hapi një kompani media, i treti u bë këshilltar i një ministri. Të 3 jetojnë ende, të 3 janë të respektuar në rretinë e tyre. Dhe asnjëri prej tyre nuk është pyetur kur për rolin e tyre në sistemin që e roboroi Vaçën dhe artistë të tjerë si ajo. Sepse shoqëria shqiptare zgjodhi haresen, zgjodhi të mos hap dosjet, zgjodhi të mos pyes, zgjodhi të mos dënoj. Dhe kështu ata që kryen krimin u lejuan të jetonin në paqe, ndërsa viktimat mbeten në heshtje. Sot nëse shkon në varrezat e Tiranës dhe gjen varrin e Vaçës Zelës, do të shikosh një pllak të thjesht guri me emrin, datat dhe një frazë. Ajo këndoi për ne. Por kjo frazë nuk thot të vërtetën e plot. Ajo nuk këndoi për ne me dëshirë, ajo u detyrua të këndonte. Dhe kënga e saj kushtoi më shumë se ç'mund ta imagjinojmë. Ajo kushtoi lirinë e saj, shëndetin e saj, lumturinë e saj dhe në fund jetën e saj. Pas vdekjes së saj në vitin 2014, dollën disa artikuj për kujtimi, disa intervista me kolegë që tregonin anekdota të ëmbla, disa fotografi nga koncertet e vjetra, por askush nuk foli për atë që ne zbuluam në këtë hetim. Askush nuk përmendi dokumentin që shteroi në robresh. Askush nuk foli për kontratën që i vuri pranga të padukshme. Askush nuk tregoi për shantazhin, për kërcënimet, për vjedhjen e pasurisë së saj. Sepse e vërteta është e vështirë, dhe Shqipëria ka zgjedhur që të mbajë imazhin e bukur të Vaçës pa e prekur errësinën që fshihej pas tij. Por çfarë ndodhi atij personi që doli si pengmari kryesor në këtë histori? Burri që e shantazhoi Vaçën për para? Grua zburim flamuri që fitoi nga dhimbja e saj? Lefter D që vodhi paratë e saj? Të gjithë jetojnë ende. Asnjëri nuk është pyetur kur zyrtarisht. Asnjëri nuk është hetuar. Asnjëri nuk ka kërkuar falje. Dhe ndoshta asnjëherë nuk do ta bëjnë. Sepse sistemi që i lejoi të bëjnë atë që bën, ka ndryshuar emrin, por jo frymen. Edhe sot, njerëzit që mbajnë sekretet mbrohen nga heshtja kolektive. Edhe sot, dosjet që mund të zbulonim mbyllen me arsyetimin mbrojtje e privatësisë. Edhe sot, drejtësia për viktimat e së kaluarës varet jo nga ligji, por nga vullneti politik, që shpesh nuk ekziston. Dhe çfarë mbetet për ne? Mbetet një pyetje e hapur. A ishte Vaçë Zella viktimë absolute e një sistemi mizor, apo pati ajo momente ku zgjodhi të bashkëpunojë për të mbijetuar? A mund ta gjykojmë atë për zgjedhjet që bëri kur secila zgjedhje ishte ndërmjet dy të këqijave? A mund t'i hedhim faj një gruaje që jetoi në terror konstant, apo e vetmja fajsore është makina që e roboroi? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta, dhe ndoshta kjo është pikërisht arsyeja pse historia e Vaçës duhet të tregohet. Jo për ta kthyer në shenjtë, jo për ta kthyer në fajtor, por për ta parë si njeri që vuajti, që u mundua, që luftoi sa mundi, dhe që në fund humbi. Por historia nuk mbyllet me humbje, mbyllet me atë që ne zgjedhim të bëjmë me të vërtetën që na ka mbetur. Zgjedhim të harojmë apo zgjedhim të kujtojmë, zgjedhim të gjykojmë apo zgjedhim të kuptojmë. Zgjedhim të kërkojmë drejtësi, edhe kur ajo duket e pamundur, apo zgjedhim të pranojmë që koha ka fshirë të gjitha llogaritë. Miq, ne ju kemi treguar një histori që shumë nuk donin që ju ta dëgjonit. Kemi hapur dosje që duhet të ishin hapur dekada më parë. Kemi dhënë zë një gruaje që jetoi në heshtje dhe vdiq pa drejtësi. Por tani na duhet të dëgjojmë ju. Si e shikoni ju këtë histori? A mendoni që Vaçë Zella ishte viktimë absolute e një sistemi brutal, apo mendoni që ajo pati përgjegjësi për zgjedhjet që bëri? A duhet të gjykojmë njerëzit që jetonin në diktaturë me të njëjtat kritere që gjykojmë ata që jetojnë në liri? Dhe më e rëndësishmja, a mendoni që drejtësia është ende e mundur për krimet që ndodhen 10 vjet më parë, apo koha i ka fshirë ato përgjithmonë? Shkruani mendimin tuaj në komentet. Tregoni nëse ju apo familja juaj e keni njohur Vaçën personalisht. Tregoni nëse keni dëgjuar histori të tjera si kjo që nuk janë treguar kur publikisht. Sepse e vërteta nuk ndërtohet vetëm nga dosjet zyrtare.
E vërteta ndërtohet nga memoriet kolektive të një kombi që ka jetuar dhimbje ve që meriton të di të vërtetën e plot. Nëse ju e vlerësoni këtë punë kërkimi, ju lutemi vendosni një pëlqim. Nëse doni që të vazhdojmë të hapim dosje të tjera sekrete nga e kaluara, abonohuni në kanalin ton. Dhe nëse njihni dikë që duhet ta dëgjojë këtë histori, ndajeni këtë video. Sepse sa më shumë njerëz që e din të vërtetën, aq më pak fuci kanë ata që duan ta fshehin. Faleminderit që na dëgjuat deri në fund. Dhe mos harroni, historia nuk është vetëm e shkuar. Historia është një pyetje e hapur që pret përgjigjen tonë.